dhe pafësitë e saj për sigurinë dhe mbrojtjen kombëtare. Po, dashur. Kapitulli 2 i këtij libri 9 jemi, i cili titullohet Rrugtimi i Shqipërisë për integrimin formal në NATO. Dhe pafësia e saj sot për sigurinë dhe mbrojtjen kombëtare është bërë pa filluar këto demonstrata dhe unë ka parashikuar të gjitha këto libër. Me shifra, me fakte, me zhvillime. Dhe ju e dini shumë mirë që Amerika, forcat armatose ushtarake në Europë ka ngrirë fare. Ka dy rrugë të largimit të Amerikës që do Trumpi nga NATO. Me dy nene, ose kërkesë zyrtare për largimin e saj nga NATO dhe bëhet brenda vitit, ose ngrirja e bashkëpunimit që ka bërë tani me Europën. Pra ngrirja ekziston. Dhe Edi Rama, në vend të forcojë mbrojtjen e sigurisë kombëtare, që nuk ka asnjë avion dhe asnjë helikopter ushtarak, jep Sazanin pishull strategjik të bërë Sadeut, jep Shalimani mafia shqiptare botërore. Pra, nuk ka, edhe një njeri që nuk ka shumë rrudha në tru, e kupton shumë një qatë tradhtia kombëtare po bëhet. Kolonel, të lutem, jemi me në kryqësin e 97-ën? Është u kryq me rrezikshëm ky? Po. 97-ën jam një nga aktorët kryesorë që shpëtova Shqipërisë dhe u takova të Asu Shilerin, si atashe ushtarak i Shqipërisë Turqi, 11 natës, të cilat janë filmuar dhe dhëna televizore. Dhe e zonjë heroike bëri dekrate fuqishme. Kush prek Shqipëri prek Turqinë. Dhe 3 muaj, në një muaj bëri 3 deklarata, kur në Shqipëri hyrë 900 ushtarar grek nga divizioni tetnik të mësorisë Janinës dhe zvënës ministri jashtëm e drejton të Vorvepirin. Por, ky marrëdhënie me Turqinë ka shkatëruar përfundimisht Edi Rama, sepse Edi Rama u bashkua me Izraelin, me Netanjahun, kur Amerika me Izraelin ja gati gjithë luftë, për zhvillimet e mëdha që janë në botën muslimane. Dhe si që shikoni marrëdhënia të ngrira dhe Erdogani e quajti një tragedi për politikë Sazanit, sepse Izrael, Qiproveriu, Greqi, Sazan, Pashalinan, Zërnes. Pra, Izraeli hyri Balkan. Ky është qëllimi i Turqisë tani. Kolonel, në emër të publikut tonë, unë të falenderoj shumë dhe të mirënjohës, sidomos edhe për intervistat e fundit ku shikuesit tanë ju aprovojnë 100% atë që ju thoni me mjaft mbështetje. Kështu që në emër të tyre unë të falenderoj shumë. Unë nuk kam asnjë lloj problem personal. Unë kam problemin e madh dhe tim që më rriti, më edukoj, më arsimoj dhe më ka besuar në detyra shumë delikate, cili ka shërbyer me shumë përkushtim. Unë nuk më sfidoj dot i qetë, sepse prapa është atë dheu babait, janë fëmijë dhe niprit tanë, dhe ky vend ka që i bukur, që do të ishte zgjidhur sot vetëm nga vjedhjet masive të organizuar të qeverive, ku nga pasuritë e madha nuk toksore nga nafta dhe mineralet, populli shqiptar nuk merr asnjë cent, po e merr mafia botërore dhe kryeministri i Shqipërisë, Sali Berisha, vazhduesi dhe Edi Rama, bashkarisht. Ku e në lekët? Kush të pasurinë toksore? Kush e merr? Pra, a kupton ç'po bëhet në vend? Populli është i robruar, i sklavruar. 2 veta kanë pushtuar Shqipërinë, e kanë dhuruar dhe tani po japin edhe hapësirë të tokës. Ka më tradhti kombëtare. Prandaj Kenan Evreni, biri i Lugimës Preshevës shqiptare, në vitin 1971, i shefi shtabit përgjithshëm të ushtrisë turke, bëri grushtin e shpëtimit ushtarak të Turqisë, arrestoi gjithë qeverinë dhe i shoi në ishujt e Marmaras dhe bëri qeveri teknike 6 muaj. Pastaj referendum dhe populli i Turqisë e zgjodhi 2 herë president që shpëtoi Turqinë. Unë nuk kërkoj grusht ushtarak me armë. Unë kërkoj grusht demokratik për këto qeverit tradhtare për shpëtimin e Shqipërisë. Bashkimi i civilëve dhe ushtarakëve, pandje partijake, pa detajet shtojmë atë dhe unë. Kush dallimi
midis mua dhe atyre. Kolonel, të falenderoj shumë për bisedën. Të jam i njohur shumë për kohën dhe shpresoj që të flasim sërish ditë vazhdim. Aq më tepër që ndodhemi në këtë momente delikate, sikur e diskutuam dhe më lart në Ullkryqë dhe uroj që po vazhdojte. Në qoftë se nuk veprove shpejtësi të madhe për krijimin e komunitetit të paanshëm, jo me partitë që ka futur drama sa ne Berisha në bord atje. Ky komunitet në Shqipëri dhe në gjithë botën shqiptare profesaja. Për menaxhimin e kësaj demonstrim masiv dhe artim urgjentisht i projekteve të politike, ekonomike, diplomatike dhe ushtarake për realizimin e përmbysjes së politike dhe qeverisje do të shtojë dhe kjo protestë. Prandaj ngriuni në këmbë të gjithë, sepse nuk na kanë thënë djemë dhe vajzat tona që kanë dalë shesheve të saja. I kemi thaj ne para se tyre, që nuk reaguam në kohë ka kësaj politike tradhtare, anti-shqiptare, anti-kombëtare, në shërbim të Serbisë dhe të agjenturat të huaja të Izraelit dhe të Sorosit të Amerikës. Janë 3 agjenturat të mëdha leprojnë. Është Beogradi, është Netanyahu dhe Soros amerikan. Sorosi ka pushtuar Shqipërinë dhe Sorosi hyr Izraeli. Dhe Ivanka që Besazari ka marrë shtetësi izraelite. Dhe shikoni, të gjithë ato që kanë hyrë këtu në këtë tradhti kombëtare janë të gjithë izraelit në Amerikë. Ata po realizojnë këtë mision të tyre për pushtimin e Shqipërisë nga izraelitët që po bëjnë atë gjakdele të madhe në Palestinë. Jam i njohur shumë, kolonel. Rrofë Shqipëria. Po tradhtarët do ta pagojnë këtë ditë. Faleminderit, kolonel.